Mirë të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejtë për drejtë këtu në ekranin e televizionit Fox News. Vjen të mbetemi post së bashku në hapësirën e intervistës dhe për gjatë minutave në vim do të ndalemi tek të gjitha zhvillimet nga bota. Konkretisht, zhvillimet fokusuara tek lufta në lindjen e mesme, lufta ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Një luftë e cila u duk sikur pushoi në një moment kur vetë presidenti amerikan Donald Trump ishte pjesë e nënshkrimit të marrëveshjes ndërmjet liderëve për një armëpushim të qëndrueshëm, një armëpushim ky i cili u thye vetëm disa ditë më pas me sulme të drejtë për drejta të Izraelit në infrastrukturën e Hamasit, sulme këto të cilat lidhen gjithmonë sipas asaj që kanë theksuar autoritetet izraelite, sulme të cilat lidhen me mos respektimin e marrëveshjes armëpushimit, kjo për shkak të mosdërgesës dhe moslirimit të disa pengjeve të cilat mbahen nga Hamasi. Këto e shumë të tjera do të ndalemi edhe tek lufta e zhvilluar ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. A jemi duke shkuar drejt një marrëveshje armëpushimi edhe se lakon kësaj lufte, apo do të vijojmë të përballemi me sulmet ruse dhe anasjellta sulmet ukrainase drejt Rusisë? Do të diskutoj këto zhvillime me diplomatin Spartak Topollaj, i cili më bashkohet në një komunikim të drejtë për drejtë. Zoti Topollaj, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News, si gjithmonë kënaqësi. Edhe unë ju përshëndes dhe ju falenderoj. Zoti Topollaj, ndalemi fillimisht tek lindja e mesme. Një armëpushim shumë i trumbetuar, madje një armëpushim i cili shkoi në nivele të tilla sa gjithë bota ishte duke diskutuar për presidentin amerikan Donald Trump dhe çmimin Nobel për paqen. Një armëpushim ky i cili nuk u duk serioz, kjo me njerë pas sulmeve të Izraelit sërish drejt Hamasit. Çfarë është duke ndodhur dhe çfarë politikash të ndryshme luhen në këtë luftë, zoti Topollaj? Po, i dashur Albi, duhet të thënë që në fillim që ka një historik të vjetër të konfliktit dhe luftrave arabo-izraelite. Më konkretisht, ne do flasim për konfliktin aktual mes Izraelit dhe Hamasit, po një mikro parathënie ose një histori të shkurtër të përmbledhur duhet ta themi për këtë konflikt të madh gati 2000 vjeçar, kur dihet që hebrejt u frëzuan nga trojet e tyre dhe ata 2000 vjet gjezdisën në përbot, derisa më në fund në 1948 natyrisht me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Anglisë dhe Francës, ata krijuan shtetin e Izraelit, që shpalli territoret e tij dhe pavarësinë e tij, por që kjo nuk do të thotë se u vendos Izraeli aty ku është dhe sot e kësaj dite dhe nuk pati konflikte. Janë bërë gati 5 luftra të mëdha, që nga 48-a, që nga 56-a, ajo e Suezit, për kanalin e Suezit, e 67-ës e lufta e Krizitëve, po ashtu lufta Jom Kipurit e 73-shit dhe konflikte tjera deri te ky konflikti aktual. Me Palestinën natyrisht ka qenë konflikti më i madh se territori është pothuajse i përbashkët aty dhe Palestina dhe palestinezët kanë të drejtën e tyre të kenë shtet në vete, siç ka dhe ka patur edhe Izraeli në këto 75 nga 80 vitet e fundit. Tani Izraeli luftoi për liri dhe pavarësi nëpërmjet organizatës së madhe të tij, Al-Fatah, të kryesuar nga Yasser Arafati. Dhe aktualisht ajo që quhet organizata Al-Fatah, e cila drejton edhe autoritetin kombëtar palestinez, ka në krye presidentin Mahmoud Abbas ose Abu Mazen. Por, çuditërisht, një fraksion i lëvizjeve palestineze që mori një më tepër formë musharake, natyrisht i ndihmuar nga Irani, Siria e tjerë, por dhe Libani me Hezbollahu keq, fitoi në Gaza zgjedhjet para shumë vitesh dhe e ka qeverisur ai Gazën. Mirë po, Hamasi ka dhe një sektor të fuqishëm ushtarak, që nga brigadat Al-Qasem dhe
nuk ka pushuar së rrethuri duke bërë provokime me Izraelin. Mirë po dy fjalë të them edhe kush është Hamasi. Hamasi është bashkimi i fjalëve arabe, Harakat al-Muqawami al-Islamia, që koincidon me një fjalë në gjuhën hebreje që do thotë sulm, do thotë luftarak. Dhe kjo organizat e armatosur deri në dhëmë ka bërë shpesh provokime dhe Izraeli natyrisht e ka luftuar, sidomos aleancën Hamas-Hezbollah të Hasan Nasrallahut në Liban. Izraeli i luftoi në fillim liderët e Hamasit, që nga themeluesit e parë, siç ishin Muhammad Ahmed Yasin, sheiku i famshëm, paraplegjik, që u vra bashkë me djalin, që nga Aziz Rantizi dhe nga Mohammad Zahar, ose Zaher. Këta ishin 3 liderët themeluesit dhe 3 liderët e parë. Më pas vrasjes së këtyre dy parëve, natyrisht në udhëheqjet e Hamasit erdhën të tjerë lider dhe në mënyra të ndryshme ata mbetën në të njëjtën linjë, me akte terrori, me atentate, me bomba, me tjerë. Por dhe Izraeli nuk u la kusur dhe sidomos mbas ngjarjeve të tmerrshme tragjike të 7 tetorit 2023, kur në një festival rini në kufit afër Gazës, në një kibuc izraelit, kibuci e tij, janë lokalitete izraelite, u sulmuan nga Hamasi, u vranë 1200 djemë të vajza, por dhe fëmijë dhe pleq, dhe u vranë 251 penje. Kjo ishte një gjë e paimagjinoshme për gjithë botën, jo më për Izraelin, për shërbimin e tij të famshëm sekret, Mossadin, që ti dhe dinte hollësi shumë gjëra. Ky shërbim që në vitet 60 ka përvjekur të gjithë kriminalet nazist luftës, siç ishte rasti Ajmanit në Argjentinë, e kapi, e gjykoi, e vali në Tel Aviv, e rrëmbeu në Argjentinë, ku fshihej mbas pseudonimit Ricardo Clemente. E tjerë. Tani filloi Izraeli si hakmarrje të drejtë për drejtë të gjurmoj ku janë dhe të vras liderët Palestinë, Hamasit, që nga Ismail Haniyeh, të cilit i vrau të gjithë djemtë më përpara, kishte e vrau në Teheran. Aq të informuar ishin sa e dinin se në çfarë rezidence do qëndronte gjatë ceremonisë së inaugurimit të presidentit të ri Pazashkian të Iranit. Iranit, siç e dini, ishte vrarë në aksident ose nuk e di më akoma, të plot me helikopter presidenti Raisi. Mbas këtij u vranë edhe liderët e tjerë si Sinwar, dy vëllezërit Yahya dhe Mohammed Sinwar, dhe i vetmi që dhe shumë të tjerë, që tash ova dhe vendi nuk na lejon t'i përmendim, por i vetmi i mbetur gjallë nga liderët palestinez është Khaled Meshal, i cili për paktën nga ne, si Izraeli mund ta di, nuk dihet se ku fshihet. Izraeli filloi hakmarrjen e tmerrshme. U betua Netanyahu, u betua e djatha ekstreme izraelite dhe ushtria izraelite ndërmori sulm e parë në Gaza. Deri tani në fiks 2 vjet janë vrarë 67.863 palestinezë. Bashkë me këta 2000, gati 2000 izraelitët bën 70.000 viktima. Natyrisht, disproporcioni është i madh. Izraeli përgjigj një hakmarrje të tmerrshme me një numër jashtëzakonisht të madh të vrarë. Duhet të theksojmë se një pjesë e madhe, rreth 20.000, janë fëmijë dhe gra. Dhe kjo është absolutisht me tmerrshmja, zoti Topollaj. Ne kemi diskutuar shpeshherë në hapësira të ndryshme, qoftë edhe këtu në studio. Gjithsesi, kjo luftë barbare i ka pjesë të vetën. Kjo ka kushtuar jetë njerëzish, 70.000 njerëz. Dhe kjo na kujton shprehjen famkeqe të njërit prej krerëve nazist, Himmlerit. Ndoshta edhe Geringu e ka përsëritur, që kur vritet një, quhet vrasje. Kur vriten miliona, është statistikë. Këtu janë vrarë 70.000 njerëz. Megjithatë, të vim tani te kryesorja, më në fund me rolin e parë
diskutueshëm dhe patjetërsueshëm të presidentit republikan amerikan Donald Trump është arritur që të vendoset janë pushim natyrisht i brisht. Po mirë, a nuk u duk gjithë kjo betej e Trumpit, apo qoftë edhe ai fjalimi i cili zgjati për orë të tëra në parlamentin izraelit më shumë si një show se sa vërtet një armë pushim dhe një marrëveshje ndërmjet këtyre vendeve, zoti Topollaj, sepse ashtu siç e thash në fillim të kësaj hapësire, ne pas disa ditësh pas firmosjes së saj marrëveshje, Izraeli kreu sërish sulme në Palestinë. Po, të kuptova, edhe besoj edhe ata që në ndjekin, telespektatorët e kuptojnë. Vetë Trumpi ka një natyrë showmeni, është provuar dhe herën e parë, dhe herën e dytë, dhe herën e tretë, nëse do provohet. Jo si president, po në jetën, në vazhdimsinë e tij, në politikë apo në biznes. Ai e ka qef show dhe për hir të vërtetës duhet pranuar që ka qenë i suksesshëm në jetën e tij, si në biznes, si në politikë. Tash të zgjidhesh 2 herë presidenti i Shteteve të Bashkuara me një ndërprerje prej disa vitesh që ishte investitur presidenti Joe Biden, nuk është e lehtë. Ai fitoi dhe fitoi bindshëm, mori dhe Kongresin dhe Senatin edhe Shtëpinë e Bardhë, zyrën ovale. Por lidhur me këtë që thua ti, ke një të drejtë që është pjesë e jetës dhe aktivitetit të Trumpit, bërje e një lloj show në këtë rast politik, e deklarimeve që kam pushuar 7 luftra etj. Por fakti është që mbriti. Nuk është e lehtë të mbledhësh bashkë në Sharm el Sheikh të Egjiptit presidentin egjiptian Mohammed Sayed Hussein Khalil Abdel Fattah al-Sisi, mbretin e Arabisë Saudite, princin e kurorës bin Mohammed bin Salman, presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe krerët e të gjithë vendeve arabe dhe të një pjesë të botës islamike musulmane. Pra ai ja arriti dhe në sy të tyre unë nënshkrua marrëveshja në mes Izraelit dhe Hamasit, prap armë pushimi. Por unë hyte ata që nuk mendoja se do të jetë armë pushim absolut. Nisur dhe nga fakti që Hamasi ka dhe rival të tij, ka dhe grupe me të cilat ka kontradikta në të gjitha drejtimet dhe nuk pajtohen kollaj. Dhe ata kanë shkaktuar, ndoshta edhe vetë fraksionet Hamasit, por më shumë këto rivalët e tij kanë shkaktuar provokime dhe shpesh herë dhe viktima. Në fakt, zoti Topollaj, pjesë e këtyre provokimeve të shkaktuara nga vetë Hamasi kanë qenë edhe disa ekzekutime të vetë njerëzve të Hamasit, apo qoftë edhe pjesëtarëve të Hamasit, video të cilat kanë qarkulluar në rrjete dhe është një provokim i hapur. E Hamasit në akuzën se po dënonin dhe po ndëshkonin disa spion dhe tradhtar që kanë bashkëpunuar me Izraelin ose me të tjerë, armiq të tyre, i ekzekutuan ata publikisht. Po. Kjo na kujton në ekzekutimet e kryekriminalit shqiptar Enver Hoxha, i cili fill mbas shtirimit, po edhe gjatë luftës kreu ekzekutime deri shpesh edhe masakra, shpesh edhe publike, varje publike, ekzekutime publike dhe pjesa më e madhe pastaj të fshehura. Por kjo ndodh gjithmonë me diktaturat dhe me regjimet totalitare, kjo ndodh edhe me qeveritë ekstreme, me grupet politike ekstreme, dhe kështu ndodhi edhe këto ditë ku janë ekzekutuar një numër jo i pakët palestinezësh të akuzuar si bashkëpunëtor të armikut. Se duhet të ndalem pak edhe tek Ukrainë, Rusi, zoti Topollaj, po ju lej që të përmbledhni të gjithë analizën tuaj për sa i takon zhvillimeve në lindjen e mesme. Do të themi edhe për atë diçka, po ta përmbyllim me këtë. Unë besoj se kjo është një arritje e madhe, sidoqoftë ai armëpushimi ku nuk ka më dyndje tankesh dhe avionësh izraelit, me në një rast sporadik tani që po ju përgjigjet këtyre provokimeve etj. Janë akoma, por unë mendoj që edhe bota është zhvelur në kuptimin e keq të fjalës, jo kuptimin e mirë, kur ha mbështira. Është zhvelur me këto luftra pafund, me këto krime, masakra,
dhe kërkohet ndoshta edhe të vetë Hamasit udhëheqësia e saj. Khaled Meshala, po kush do jetë tani se dhe emrat nuk i publikojnë nga frika e eliminimit për Izraelit. Dhe ata po binden se lufta me luftë është e kotë. Pra duhet bërë marrëveshje njëra në pushimi dhe pastaj marrëveshje tjera, sepse edhe Palestina dhe palestinezët kanë të drejtën të ekzistojnë, të kenë shtetin e tyre, ashtu siç ka të drejtën jetike edhe kombi hebren, pra edhe Izraeli. Dhe unë mendoj që ky është një sukses i Trumpit dhe meqense e përmendet ti do ta mbyll me këtë. Unë mendoj se e meritonte Trumpi për këtë arritje çmimin Nobel. Se gabimisht e themi Nobel, në fakt është Nobel. Emri i çmimit është emri i Alfred Nobelit. Do të përgjigjem me batut, zoti Topollaj. Në qoftë se Trump do të fitonte çmimin Nobel, më pas nuk do të mbahej më. Po ndoshta këtë se parashikojmë dot, po shenjat janë pak a shumë kështu si thot ti. Megjithatë ata preferuan t'ia japin liderës venezueliane të opozitës dhe Trumpi shpreson për vitin tjetër, kur mendon se do arrijë dhe një sukses tjetër, siç është dhe kjo që do flasim tani, lufta, ose më saktë agresioni i egër rus putinian në Ukrainë. I filluar dhe ai rreth 3 vjet më parë. Në fakt edhe lufta e zhvilluar ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës është në një moment tepër delikat, zoti Topollaj, me presidentin amerikan Donald Trump, i cili ka kryer disa takime qoftë me presidentin rus Vladimir Putin, apo qoftë edhe me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky, qoftë në Shtëpinë e Bardhë, apo qoftë edhe në vende të tjera për të diskutuar çështjet e armëpushimit. E nga ana tjetër është po presidenti amerikan Donald Trump, i cili i ka premtuar Ukrainës dhënien dhe dërgesën, një dërgesë të konsiderueshme të disa prej raketave më të fundit në mënyrë për të fuqizuar, për të realizuar mbrojtjen e saj. Patjetër, pra është si një lojë që nuk i dihet kuptimi i qartazi dhe nuk dihen qëllimet e qarta të treja palëve në këtë konflikt, me Trumpin, i cili kërkon edhe paqe, por edhe nga ana tjetër me Trumpin, i cili kërkon vazhdimsinë e luftës. Të paktën kështu përkthehen në një farë mënyre të gjitha veprimet, por do t'ja jap fjalën ju për të bërë një analizë të gjithë kësaj situate. Po, duhet pranuar që Putini nuk është i ri në agresionin e tij si lider i Rusisë Federative. Ai edhe me vende tjera ka zhvilluar luftra, po kjo është kulmore sepse po bëhen 3 vjet kaluan, kur ai premtoi që brenda 3 ditëve do të zgjidh problemin, pastaj tha 3 javë, pastaj 3 muaj dhe tani 3 vjetët nuk po i dalin. Është e vërtetë që populli i Ukrainës ka bërë një qendresë heroike dhe në mënyrë të veçantë tu, për mendimin tim, ka ish aktori komik, por që doli një politikan shumë serioz, Zelensky. Tani, Rusia është fuqi e madhe ushtarake. Rusia tjetër nuk ka lënë kusur, por ama dhe ka lënë një numër jashtëzakonisht të madh ushtarësh në këtë luftë. Disa e çojnë deri në 500.000 të vrarë, por kuptohet që qarqet ruse me trashëgimi që thonë KGB-iste, siç ka qenë vetë Putini, deri dhe kreu i KGB-s, i fshehin shumë gjëra, por numri i vrarëve është shumë i madh. Ashtu siç është i madh patjetër dhe numri i vrarëve nga Ukraina, si nga ushtria dhe nga populli. Rusia vazhdon me bombardime deri dhe Kijevi, ndërsa Ukraina nuk e ka prekur Moskën. Ka që domethënie, nuk është thjesht distanca, se distancat afrohen me dronët dhe me raketët, sidomos këto Tomahawk, që kanë 2500-3000 metra, kilometra rreze, to realizohen. Por deri tani, Zelensky në këtë pikë është përmbajtur, Putini jo. Pasi ka pushtuar një 4 rajone, jo përgjithsisht, po kryesisht i ka pushtuar dhe kërkon që ti mbaj vete ato, i pagopur në ekspansion shomen, në ekstremizmin e tij agresiv, sepse Rusia është shteti më i madh në botë. Ka qenë dhe kur ishte Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike me 22.4 milion
kilometrë katror. Tani është me 17 fiksa. Pra është 2 fishi gati i Amerikës, 2 fishi i Kanadas, gati 3 fishi i Brazilit dhe gati sa Europa, 2 herë më tepër me sipërfaqja e gjithë kontinentit evropian. Mirë po, me një mentalitet shoven, të kimi stalinisto-brezhneviane dhe KGB-iste, Putin nuk ngove. Dhe ka futur dhe popullin e tij në luftë. Rusia vërtet është një shtet i madh, ka pas ekonomi të fuqishme, sepse ka dhe pasuri të mëdha, sidomos naftë, gaz dhe minerale, po dhe rezerva të mëdha ujore, tjera, metalet e rrallë, por prapë se prapë, Rusia po kalon një krizë të thellë me këtë luftë. Dhe mundohet të krijojë përshtypjen se nuk e ka problem luftën, do ta vazhdojë deri në fitore ose derisa t'i plotësohen kërkesat. Presidenti Trump ka bërë ç'është e mundur që ta përkthejë në thonjza Putinin. Herë duke i bërë komplimenta, herë duke i kërkuar takime dhe janë realizuar deri te ai i Alaskës. Tani u fol për një takim të këtyre ditëve rrezike dhe të sotme, që duhet bëjë në Hungari, tek i famshmi Orban, që është dhe mik i Putinit, por është pjesë e BE-s e tjerë. Mirë po në çastet e fundit, me sa duket nga që rusët nuk po binden, kërkojnë gjojë një armëpushim afatgjatë, po përcili duhet bërë negociata e bisedime, çfarë kërkesësh kanë të dy palët, sepse diçka edhe do t'i jepet Putinit nëse bëhet marrëveshje, ashtu siç do t'i jepet dhe Ukrainës një garanci dhe një siguri për territoret e saj. Në këto rrethana, Putini e refuzoi takimin të radhë në Budapest. Dhe Lavrovi shfaqi si zari përjetshëm i Putinit, natyrisht është një lloj Gasparin Granikon numër 2, zoti Gasparin Njet, zotëria jo, që quhet Granikon, ministri proverbial i punëve të jashtme i Shqipërisë së antikë kohës, me Hrushova, me Brezhneva, Antropova, me radhë, që njëko e çaj të mbas tekjes së Gorbachevit. Por duhet pranojmë që ku po e çon, e thënë më thjesht shqip, ku po e çon mushka Putinin. Ai vërtet kujton që është i fortë, por nuk është ashtu si duhet dhe aq sa hiqet. Cilat janë pritshmëritë, zoti Topollaj, sa i takon vazhdimësisë kësaj lufte, kësaj betejë frontale, apo i qoftë edhe sa i takon punës realizuar nga presidenti amerikan Donald Trump me të dyja palët? Presidenti Trump premtoi që do t'i japi raketa Tomahawk. Unë mendoj që ja ka dhënë, që t'jem i sinqert. Sipas mendimit tim, një numër i këtyre raketave është në Ukrainë. Nuk janë përdorur kështu, por shenjat mendoni se këto lëvizje janë kryer në heshtje? Po, natyrisht, kështu ndodh gjithmonë, nuk deklarohen gjitha. Po. Kanë dhe ato sekretin ushtarak dhe politik. Por kjo çon në një logjik sipas Putinit që nëse i jepen raketat Tomahawk që i ka Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja, do të thotë që lufta nuk është më me Ukrainën, është luftë me NATO. Dhe si Putini, si zari i tij i parë, një burr i lëngshëm që e hedhin në enë dhe merr formën e enëve ndryshme, herë bën kryeminist, herë president, herë nën-kryetari i Këshillit të Sigurimit Kombëtar etj. Po kështu dhe Lavrovi, që është zari numër 3, deri dhe Peshkovi, që është zëdhënësi special dhe i posaçëm i Putinit. Të gjithë këta tentojnë të bëjnë shantazh dhe presion duke treguar forcën e Rusisë. Në të vërtetë Rusia është aktualisht e dobët. Po të shikosh flotën, po të shikosh aviacionin, dhe shumë armë të tjera janë teknologji e viteve 80 dhe shumë të 90. Rusia ka ngecur në zhvillimet e modernizimit të industrisë ushtarake. Dhe tash nuk luftohet më me Kalashnikov, po luftohet me dron, me raketa, bilet nga këto të tipit më të sofistikuar me rrezet gjatë. Mos them që fjala e fundit i ngjelet pastaj armë atomike për cilat po përdorën
do të jetë një katastrofë botërore, do të jetë vërtet lufta e tretë botërore shkatrimtare për shumicën dërmuese të njerëzimit, gjë të cilën besoj dhe më të çmendurit nuk kanë si të pranojnë se është një kuptimi sportiv përdoret kjo fjalë, është një autogol të atarshëm për shtetet e tyre, për popujt e tyre dhe për ata vetë, që s'ka garanci as Putini le të futet në podrumin që është 120 metra i thellë deri në 150 metra i gjithë me beton arme, nuk ka ku të shpëtojë. Kështu që besoj dhe shpresoj që njerëzimit mos paguajë një faturë kaq të shtrenjtë në 2025 apo dhe pak më vonë, të shmanget me çdo kusht lufta botërore, por dhe të ndalet agresioni rus. Zelenski ka deklaruar disa herë që jam i gatshëm për bisedime, për drejta me Putinin, natyrisht me garancitë të pjesëmarrjen e presidentit Trump. Të shikojmë si do zhvillohen ngjarjet. Unë besoj që për të arritur çmimin, Putini bën këto deklarata, Putini dhe zarët e tij, siç i përmendën Lavrovin, Peshkovin, deri te Zaharovën, zëvendëse e jashtme, por për të marrë një llokme sa më të madhe. Por mendoj që në fund Putini do të tërhiqet. Lufta ka pasoja të rënda për të gjithë. Edhe Putini e di mirë, si për popullin dhe për ekonominë e për shtetin rus. Prandaj ai mendon që të përfitojë sa më shumë dhe Trumpi mendon ta vendosë dhe këtë arritje në kurrikulumin e tij të jetës, në biografinë e tij politike, diplomatike, si burr shteti dhe që do pretendoj patjetër edhe një herë për ta marrë atë që se mori dot për çmimin Nobel për paqe. Dhe po arriti edhe këtë që ta ndali luftën, mendoj që nëse e meritonte që tani po bëri të paqen Rusi-Ukrainë, mendoj se e meriton 100%. Faleminderit shumë që ishe sot në Fox News, zoti Topollaj, si gjithmonë është kënaqësi. Po, edhe unë ju falenderoj, edhe për ftesën, edhe për mundësinë që më jepni për dhënë një opinion modest, sepse ato që dim edhe për faktin se unë punova me vite tëra, mbi 5 vjet në rajonin e lindjes në Kairo, pra, pak a shumë, them që kam njohur si politikën, si zhvillimet atje, diplomacinë, personalitetet, etj. Dhe natyrisht jam i bindur që nuk do habisim askënd, as botën me këto që themi, por një opinion modest, në aq sa dim dhe sa mundet. Dhe është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit zoti Topollaj. Edhe një herë faleminderit edhe ju. Mirë, ne shkëputemi në publicitet.